Siç ndodhi me Eglin, të dashur miq, uroj që të keni kaluar një ditë shumë të bukur dhe me energji pozitive dhe jeni këtu me mua për të dëgjuar lajmet më të fundit. Siç ndodhi me Eglin, që qartësoi publikun që nuk do të jetë pjesë e Big Brotherit, e fan clubit, në këndin e moderatores, në këndin e opinionistes, ashtu ka vepruar dhe Sara Gjordeni. Sara Gjordeni ka folur për herë të parë për lëvizjet që do të bëjë në jetën e saj dhe a do të jetë pjesë e këtyre reality show-ve. Sara Gjordeni ka qartësuar një herë e mirë lajmet që po qarkullojnë në rrjet lidhur me përfshirjen e saj në rolin e prezantueses së Fan Club Big Brother VIP Albania. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, ish-banorja e Big Brotherit tha se ndihet mosmirnjohëse për të gjitha që në fakt Sara i meriton. Kështu thot Sara, thot ndjehet mosmirnjohëse. Por unë një herë do t'ua lexoj këtë që ka shkruar Sara dhe më pas do të komentojmë edhe atë se çfarë Sara në fakt po ndjen. Guys, thot, ju falenderoj shumë për gjithë tagat që keni bërë në postimet e fundit ku thuhet se mund të jem prezantuesja e Fan Club Big Brother VIP Albania. Më tregon se ende ka njerëz që shohin potencial mediatik tek unë, edhe pse pas 2 vitesh nga mbarimi i Big Brotherit tim. Ju kam zemër për këtë që nuk më harroni, por nuk jam pjesë e asnjë gare, nuk kam qenë asnjëherë, thot. Nuk ka qenë asnjëherë synimi im personal të moderoj Big Brother Fan Club. As se kam shprehur diku. Kur më pyetën për karigen e opinionistes, fola qartë se do t'isha e nderuar që ta kisha, thot. Por as atë nuk e kam luftuar kur për ta marrë. Nuk më duket fajër përdorja e emrit tim nga portale të ndryshme shqiptare për të dhënë idenë e një gare kur ajo garë nuk ekziston. Synimet e mia janë tjetër kund momentalisht, sidomos lidhur me punën që Sara në fakt bën. Në televizion do të shihemi bashkë sërish nga janari, ju kam thënë se nuk do t'ju lë pa u shpërblyer dashurinë tuaj, Sara Gjordeni. Do thënë Sara ka pranuar gjithashtu si Egli, sepse siç duket, do thënë është vendosur më se kush do të jetë moderatorja dhe ajo që në fakt nuk ka reaguar, ja teksa jam te Sara ta shoh. Ajo që nuk ka reaguar për thashë theme që po fliten lart edhe poshtë është Kiara, që në kupton Kiara Tito mund të mbetet moderatore e Fan Clubit. Do me thënë Sara ka lënë të kuptohet që është e fokusuar në projekte të reja personale, sidomos në zhvillimin e markës së saj. Ju e dini shumë bukur që Sara ka hap një markë. Megjithatë, Sara i premtoi ndjekësve të saj që do të jetë në televizion së shpejti, por në këtë kohë, do me thënë në këtë fazë të jetës së saj, Sara nuk do të jetë pjesë e televizioneve shqiptare dhe njëkohësisht nuk do të jetë pjesë edhe e Big Brother apo Fan Clubit apo reality show të ngjajshëm të këtillë.